السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat sallallahu alaihi wasallam Shembujt më të dallëzuar të ndjekjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në këtë kohë ne I shohim të shërbyesi I tij I vërtet Hazrat Mesihu I premtuar dhe Imam Mehdiu alayhis salam. Adhurimi I profetit sallallahu alaihi wasallam ndaj Zotit dhe në këtë kuadër këshillat e tij për ndjekësit e tij, mënyrat e faljes së namazit dhe mënyrat e përmendjes së Allahut janë përmendur në hutbet e kaluara. Sot do të paraqes ato vepra të Hazrat Mesiut të premtuar që ai I bëri në ndjekje të prisit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe që kanë arritur deri tek ne. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi transmeton se Mirza Muhammad Din Sahibi, banori I Langarvalit, Gurdaspur, I kishte shkruar atij që nga fëmiria e kam parë Hazrat Mesiun e premtuar alayhis salam dhe për herë të parë e kam parë gjatë jetës së Mirza Ghulam Murtaza Sahibit, pra të babait të tij, ndërkohë unë isha fëmijë vogël. Hazrat Mesiu premtuar e kishte shprehi që natën pas yatsis flinte herët dhe pastaj rreth orës 1 të natës ngrihe për tahajjud. Pasi falte tahajjudin vazhdonte me leximin e Kuranit të shenjtë. Pastaj kur bëhej azani I sabahut, falte sunetet në shtëpi dhe për namazin shkonte në xhami dhe e falte me xhamat. Nganjëherë e drejtonte vetë namazin dhe ndonjëherë e drejtonte Mia Jan Muhammed, imam I xhamis. Pasi kthehej nga namazi, pushonte për pak kohë. Unë kam parë atë të falte sunetet. Unë nuk e kam parë atë të falte sunetet në xhami, sunetet I falte në shtëpi. Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam, duke folur për adhurimin e tij ndaj Allahut, ka thënë se Allahu I lartësuar I ka dhënë atij forcë për adhurim në mënyrë të veçantë, por ai tha se kjo nuk është për secilin. Ai tha se secili duhet të veprojë sipas fuqisë së vet dhe madje të përpiqet të bëjë përtej fuqisë së vet, por jo siç e ka bërë ai, sepse ai tha: "Mua Allahu I Madhërisëm më ka dhënë një fuqi të veçantë." Sidoqoftë, ai përshkroi gjendjen e tij në këtë mënyrë. Pra Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam tha: "Unë kurr nuk kam bërë ushtrime të posaçme asketike dhe as nuk e kam futur veten në përpjekje të rënda si disa sufi të kohës së sotme. As nuk kam bërë izolim të posaçëm duke u mbyllur për 40 ditë dhe as nuk kam bërë ndonjë veprim monastik në kundërshtim me sunetin për të cilin fjala e Allahut më ndalon. Përkundrazi, unë gjithmonë kam qenë I larguar nga ata shehler që janë të zhytur në lloje të ndryshme bidatesh." Pastaj I tha: "Po, në kohën e babait tim, kur koha e vdekjes së tij ishte afër, një herë ndodhi që në ëndër mu shfaq një burr I moshuar me pamje të dëlirë dhe ai më tha se duhet të agjëroja disa kohë për të ndjekur drita qiellore të Allahut, sepse agjërimet e tilla janë syneti I familjes profetike. Kështu më bëri shenjë Allahu
që ta zbatojë këtë sunet të ehli bejtit të profetit. Pra Allahu i Madhërisht me një shenjë në ëndër e njoftoi se Allahu do t'ja jepte një pozitë të tillë, sidoqoftë ai vjon. Andaj, për një kohë e konsiderova të përshtatshme të agjëroja për një kohë, por njëkohësisht mendova se është më mirë që këtë ta bëja në mënyrë të fshehtë. Për ta realizuar këtë, zgjodha një metodë. E sillja ushqimin nga shtëpia në dhomën e burrave dhe pastaj atë ushqim u jepja fshehurazi disa jetimëve, të cilëve u kisha dhënë më parë udhëzim të paraqiteshin në kohë të caktuar. Dhe kështu e kaloja gjithë ditën në agjërim dhe përveç Allahut askush nuk dinte për këto agjërime. Pastaj, pas 2 ose 3 javësh, kuptova se nga këto agjërime në të cilat njëherë në ditë haja bukë, sa për të ngopur, nuk ndjeja fare vështirësi. Mendova se është më mirë ta paksoja ushqimin. Prandaj, që nga ajo ditë e paksova ushqimin gjithnjë e më shumë, derisa arrita që gjatë gjithë ditës dhe natës të mjaftohesha vetëm me një pite. Dhe vazhdova ta paksoja ushqimin derisa ndoshta vetëm pak gram bukë në 8 pjesë të ditës. Pra në 24 ora i hante vetëm një sasi shumë të vogël të bukës. Më tej thot, ndoshta për 8 ose 9 muaj vazhdova kështu dhe me gjithë këtë paksim kaq të madh të ushqimit, aq sa një fosh një 2-3 muajshe nuk ushqehet kaq pak, Allahu i Madhërisht më mbrojti nga çdo fatkeqësi dhe nga çdo sëmundje. Dhe ndër mrekullitë e atyre agjërimeve që unë përjetova, ishin zbulesat e holla shpirtërore, pra vizionet dhe keshfet, që më shfaqen në atë kohë. Ndodhi që u takova me disa nga profetët e kaluar. Gjithashtu, me shumë nga evlijat e lartë të këtij umeti që kanë kaluar, njëherë në gjendje plotësisht të zgjuar, pash profetin e nderuar, të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, që qej i shoqëruar me Hasanin dhe Husajnin, me Aliun, si dhe me Fatimen radhiyallahu anhum, dhe kjo nuk ishte ëndër, por një lloj gjendje në zgjim. Me pak fjalë, ndodhen shumë takime me persona të shenjtë, përmendja e të cilëve do të zgjaste shumë këtë temë. Përveç kësaj, përjetova që drita shpirtërore në formë simbolike si shtylla të gjelbra dhe të kuqe, në mënyrë aq të bukur dhe magjepse, më shfaqeshin, saqë përshkrimi i tyre është tërësisht përtej fuqisime. Ato shtylla drite që ngriheshin drejt qiellit, domethënë nga toka lart, disa prej tyre të bardha, të ndritshme dhe disa të kuqe, kishin një lidhje të tillë me zemrën, saqë duke i parë, zemra merrte kënaqësi të madhe. Në këtë botë nuk mund të ketë ndonjë kënaqësi të tillë si ajo që ndjente zemra dhe shpirti duke i parë ato. Mendoj se ato shtylla u shfaqen në formë simbolike nga bashkimi i dashurisë së Allahut me dashurinë e robit. Domethënë ishte një dritë që dilte nga zemra dhe një dritë tjetër që zbriste nga lart. Dhe nga bashkimi i tyre formohej një shtyllë. Domethënë ato shtylla formoheshin nga drita që ngrihej nga poshtë lart dhe nga ajo që zbriste nga lart poshtë dhe bashkoheshin në një formë të vetme. Këto janë çështje shpirtërore që bota nuk mund t'i njohë, sepse janë shumë larg syve të botës. Por në botë ka edhe të tillë që marrin ndjeni për këtë çështje. Me pak fjalë, gjatë asaj periudhe të agjërimeve, mrekullitë që mu shfaqen ishin lloje të ndryshme vizione shpirtërore. Një përfitim tjetër që mora nga këto përpjekje ishte se e gjeta veten të aftë që në kohë nevoje të përballoja urinë me durim. Ka menduar disa herë se nëse një njeri i shëndosh dhe i fortë, madje edhe mundës, të detyrohet të agjërojë me mua, para se mua të më kap nevoja për ushqim, ai do të vdes. Gjithashtu, mësova se deri në çfarë mase njeriu mund të përparojë në përballimin e urisë, dhe jam i bindur se derisa trupi i njeriu të mos bëhet i aftë për të përballuar vështirësitë e tilla, ai që është i dhënë pas rehatisë dhe pra nuk mund të jetë i denj për nivele shpirtërore të tilla. Por ai tha, unë nuk këshilloj të tjerët të veprojnë kështu. Madje, edhe unë nuk e kam bërë këtë thjesht me dëshirën time, por për mua ishte një urdhër nga Allahu. Kam parë disa dervish të paditur që bën përpjekje të rënda shpirtërore dhe në fund, për shkak të tharjes së trurit, u çmendën ose kaluan pjesën tjetër të jetës në marrëzi,
ose u smurën me sëmundje si tuberkulozi. Forcat mendore të njerëzve nuk janë të njëjta. Prandaj, ata që i kanë të dobta forcat natyrale nuk arrin të bëjnë ushtrime të tilla trupore dhe bien shpejt në ndonjë sëmundje të rrezikshme. Sidoqoftë, Islami është një fe e përmbledhur dhe ekuilibruar. Kurse në agjërimet e Mesiut të premtuar alayhis salam ka edhe përkrahjen e veçantë të Allahut. Prandaj i tha se jo çdo kush duhet ta bëjë atë që bëri ai. Ai vijon, nuk duhet që njeriu vet, sipas mendjes së vet, të fus veten në vështirësi të rënda, por të zgjedh rrugën e zakonshme të fesë. Po, nëse nga ana e Allahut ka ndonjë frymëzim, ka ndonjë ilham, dhe ajo nuk është në kundërshtim me shariatin e Islamit, atëherë është e domosdoshme ta zbatojë atë. Por shumica e dervishëve të paditur të sotëm që sajojnë përpjekje të rënda përfundojnë keq, prandaj duhet të ruheni prej tyre. Edhe sot disa njerëz thonë bëni këtë dhe bëni atë, nuk duhet të pranoni fjalët e tyre. Madje sot këto gjëra jepen edhe në programe televizive. Njeriu duhet të shohë se cila është rruga e mesme për të dhe atë ta zgjedh ai. Dhe sa të ketë fuqi, të përpiqet të përmbush të drejtat e Allahut dhe të drejtat e njerëzve. Dhe të përpiqet patjetër të arrijë mënyrat e adhurimit dhe standardimin minimal që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka treguar. Dhe pastaj të përparojë gradualisht. Përparimi vjen ngadalë, por Islami ka ndaluar vështirësitë e panevojshme dhe këtë gjë edhe Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam e ka ndaluar. Që nga fëmiria, si ishte gjendja e tij? Në një transmetim thuhet se Mistri Fekir Muhammad Sahib tregon, babai im i cili quhej Gjiva më tregonte se një herë Mirza Sahibi, pra Hazrat Mesiu premtuar alayhi salam, kur ishte i vogël, ra nga çatia dhe u lëndua rënd. Kur morëm vesh se Mirza Sahibi kishte rënë nga çatia, shkuam për ta vizituar. Kur ai erdhi në vetëdije, pyetjen e parë që bëri ishte kjo: a ka hyrë koha e namazit? Kaq shumë dashuri kishte për namazin. Unë isha i vogël kur babai im ma tregonte këtë ngjarje. Mirza Bashir Ahmed Sahibi ka transmetuar një rrëfim nga Hazrat Dr. Mir Muhammad Ismail Sahibi. Në vitin 1895, kur pate rastin të kaloja muajin e Ramazanit në Kadian, gjatë gjithë muajit e fala namazin e tahajjudit, domethënë të teravihut, pas Hazrat Mesiut të premtuar alayhis salam. Ai kishte shprehi që vitrin e falte në fillim të natës, kurse tahajjudin e falte në pjesën e fundit të natës. 8 rakate, 2 nga 2. Çdo herë në rekatin e parë lexonte Ayatul Kursin, domethënë nga Allahu la ilaha illa hu deri tek wa huwal aliyul azim. Dhe në rekatin e dytë lexonte surën El-Ikhlas. Në ruku dhe sejdë lute ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, o i gjallë, o i qëndrueshëm në saj të mëshirës sate të përgjërohem. Këtë lutje ai e bënte me një zë që edhe unë mund ta dëgjoja, domethënë me zë të qetë dhe as shumë të lartë dhe as shumë të ulët. Përveç kësaj, ai syfyrin gjithmonë e hante pas namazit të tahajjudit dhe kaq shumë e vononte sa që disa herë duke ngrënë e dëgjonim ezanin dhe ai vijonte të hante derisa të përfundonte ezani. Duke sjell këtë rrëfim, Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi shton, e vërteta është që syfyrin mund të hani derisa të dallohet sabahu i vërtet në horizont. Ezani nuk ka lidhje të drejtë për drejtë me këtë, sepse koha e ezanit të sabahut është caktuar në bazë të shfaqjes së agimit të vërtet. Prandaj, njerëzit zakonisht e lidhin fillimin e ezanit me përfundimin e syfyrit. Ai jep edhe shembullin duke thënë në Kadian, nga që ezani i sabahut thirrej menjëherë pas shfaqjes së sabahut të vërtet dhe nganjëherë nga pakujdesia ose gabimi mundet edhe më herët, andaj në raste të tilla Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam nuk shqetësohej për ezanin dhe e vijonte syfyrin derisa të dallohej sabahu i vërtet. Ashtu siç e thot edhe vet Kurani i Shenjtë. Kurani i Shenjtë në këtë pikë nuk thot që të hani syfyrin vetëm derisa të vërtetohet shkencërisht se ka lindur sabahu, por që kur bardhësia e mëngjesit të bëhet e dukshme për njerëzit e zakonshëm, atëherë të lihet ushqimi. Andaj fjala tabayyana, domethënë të dallohet, e vërteton këtë gjë. Edhe në hadith thuhet se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: mos e mbyllni syfyrin me ezanin e Bilalit,
por me ezanin e Ibni Mektumit. Ibni Mektumi ishte i verbër dhe ai nuk e thirrte ezanin derisa njerëzit bënin zhurmë se ka hyrë sabahu. Sidoqoftë, sot jetojmë në një kohë të përparuar dhe me pajisje moderne, dihet koha e saktë e agimit të vërtet. Prandaj, zakonisht, kufiri i fundit përcaktohet me ezanin. Bëjnë përpjekje që të jetë i saktë, megjithse ndonjëherë mund të ndodhë edhe gabim. Nëse ezani jepet pak më herët për shkak gabimi, atëherë zbatohet parimi i përmendur më lart. Me që do të filloj Ramazani, ju solla këtë udhëzim. Megjithatë, njerëzit nuk duhet të bëhen aq të lirshëm sa të presin derisa të shohin nëse dita ka zbardhur apo jo. Koha e ezaneve dhe oraret tona janë caktuar me llogaritje të sakta dhe metoda të përpikta. Dhe me që kjo kohë është më moderne se ajo e mëparshme, mundësia e gabimit është zakonisht më e vogël. Prandaj, duhet ndjekur kalendari i caktuar dhe duhet vepruar sipas tij, i cili përgatitet sipas kohës së çdo vendi dhe rajoni. Hazret Mirza Bashir Ahmed Sahibi ka transmetuar se Mufti Muhammad Sadiq Sahibi ka thënë: në kohën e Hazret Mesiut të premtuar alayhis salam, një herë u fal namazi i istiskas, pra lutja për shi, në të cilin mori pjesë edhe vetë Hazret Mesiu premtuar alayhis salam dhe ndoshta namazin e drejtoi i ndjeri Molvi Muhammad Hasan Sahibi. Njerëzit në atë namaz qanin shumë, por Hazret Mesiu premtuar kishte vetë përmbajtje të jashtëzakonshme, prandaj unë nuk e pasha të duke qarë. Më kujtohet se shumë shpejt pas kësaj u shfaqën ret dhe rashi, madje ndoshta po atë ditë rashi. Megjithatë, askush të mos mendojë nga kjo se ai nuk qante gjatë namazit. Në ndjekje të prisit të tij, të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pra, për adhurimin e tij ka transmetime se në gjendje sejdëje ka nga gjoksi i tij dilnin zëra sikur të valonte një poçe. Ai ishte në sejdë dhe qante me dhimbje të thellë. Hazret Mirza Bashir Ahmed Sahibi tregon nga Hazret Amma Jan, Nusrat Jahan Begum sahiba, pra bashortja e Mesiut premtuar, e cila thot: Hazret Mesiu premtuar alayhis salam përveç 5 namazeve farz, zakonisht falte 2 lloje namazesh nafile. Spari, njëri ishte namazi i eshrakut, 2 ose 4 rekate, që e falte ndonjëherë, por jo rregullisht. Tjetri ishte namazi i tehxhudit, 8 rekate, të cilin e falte gjithmonë, përveç se nëse ishte shumë i sëmur. Edhe në raste kur ishte shumë i sëmur, në kohën e tehxhudit, edhe i shtrirë në shtrat, ai bënte lutje. Në fund të jetës, për shkak të dobësisë, zakonisht e falte tehxhudin ulur. Hazret Molvi Yaqub Ali Sahibi shkruan: kur Hazret Mesiu premtuar shkonte për ndjekjen e çështjeve gjyqësore, shkonte për të përmbushur detyrën e bindjes ndaj babait të tij. Atje kujdese që gjatë procedurave gjyqësore asnjë namaz të mos i kalonte pa u falur, dhe asnjëherë nuk i ka lënë namazet pa i falur. Po kështu, ai nuk ishte i pakujdesshëm ndaj detyrimeve që lidhen me të drejtat e Allahut. Edhe në mes të gjykatës, me hyrjen e kohës së namazit, ai angazhohej në namaz, sikur të mos kishte asnjë punë tjetër. Shpesh ndodhte që ai ishte në namaz dhe ndërkohë bëhej thirrja për çështjen, por ai vazhdonte me qetësi të plotë në namaz. Njëherë Hazret Mesiu premtuar alayhis salam tha: njëherë unë shkova në batala për ndjekjen e një çështjeje dhe hyri koha e namazit, kështu që fillova të fal namazin. Shërbyesi i gjykatës më thiri, por unë isha duke falur namaz. Pala tjetër u paraqit dhe u përpoq të përfitonte nga mungesa ime, duke kërkuar që të merre vendim në mungesë. Ata këmbëngulën shumë për këtë, por gjykata nuk u kushtoi vëmendje dhe vendosi kundër tyre, duke më dhënë mua vendimin në favor. Kur mbarova namazin dhe shkova, mendova se ndoshta gjykatësi e kishte parë mungesën time sipas ligjit, sepse ligji thot se nëse njëra palë mungon, vendimi jepet kundër saj. Por kur u paraqita dhe thash se isha duke falur namazin, ai tha: unë tashmë e kam dhënë vendimin në favorin tuaj. Këto janë edhe bekimet e ibadetit që Allahu i Madhrishëm më bëri mirësinë në këtë mënyrë. Hazret Mirza Bashir Ahmed Sahibi kanë transmetuar një tjetër rrëfim nga Hazret Amma Jan. Ai shkruan: Hazret Mesiu premtuar alayhis salam, kur në shtëpi e drejtonte namazin e akshamit, shpesh lexonte atë ajet të surës Yusuf ku vijnë fjalët: Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Për të thënë, unë e çaj hallin dhe brengën vetëm tek Allahu.
Hazret Mirza Bashir Ahmed Sahibi thot, dua të theksoj se zëri I Hazret Mesiut të premtuar selam kishte shumë dhimbje dhe mallëngjim dhe leximi I tij ishte me valzim të veçantë. Po ashtu I nderuari Mirza Muhammeddin ka treguar, Hazret Imam Mehdiu alayhis salam falte namazet farz në xhami, ndërsa sunetet dhe nafilet I falte në shtëpi. Pas namazit të yatsis flinte, pastaj pas gjysmës së natës zgjohej dhe falte namaz nafile. Pas kësaj lexonte Kur'anin e shenjtë, ai ndiste një kandil balte dhe vazhdonte leximin deri në ezanin e sabahut. Një tjetër biograf ka shkruar, Hazret Imam Mehdiu alayhis salam kishte dashuri të thellë për Kur'anin e shenjtë dhe për sunetin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe të gjitha adhurimet e tij nuk dilnin kur jashtë kufive të Kur'anit dhe të sunetit. Përveç 5 namazeve farz, ai kishte përkushtim të madh për tahajjudin. Namazin e ishrakut e falte ndonjëherë, por tahajjudin e donte shumë. Në namaz, përqendrimi I tij ndaj Allahut ishte aq I fuqishëm dhe zhytja e tij aq e thellë sa dukej sikur nuk ishte në këtë botë. Në tahajjud, suren El-Fatiha lexonte me shumë dhimbje dhe përqendrim dhe bënte shumë lutje. Në fillim, ndonjëherë nëse në namaz nuk arrinte përqendrim, Hazret Mesiu premtuar alayhis salam e përsëriste namazin disa herë dhe thoshte, këtë mësim e kam marrë nga një pianec. Hazret Mesiu premtuar alayhis salam vetes sqaroi, tha, një herë duke mos arritur përqendrim të zemrës në namaz, u nisa drejt një pylli që të falesha atje. Rrugës kaloja nga tregu dhe atje një hindu po I thoshte një shokut të vet, mbrëm pim një gotë raki, por nuk u dehem, dhe pim një të dytën, por prap nuk u dehem, pastaj pim një të tretë dhe vazhduam kështu derisa u dehem. Hazret Mesiu premtuar selam vijon, duke I dëgjuar ata, mendova, edhe unë do ta përsëris namazin derisa të dehem shpirtërisht. Farzet natyrisht nuk mund të përsëriten, por vëmendja ishte te nafilet. Prandaj për nafilet ai tha se do t'i përsëris derisa të arrijë dehjen në thonjza, domethënë përqendrim të plot të zemrës. Përveç namazit, virdi I Hazret Mesiut premtuar selam ishte leximi I Kuranit, salavate mbi profetin dhe istighfari. Ai kishte dashuri të thellë për Kuranin, e lexonte ditë e natë, duke u ngritur, duke ulur, duke ecur, ndërkohë qante me dënes. Siç u përmend më parë, fakti që në një rast nuk u pa duke qarë, nuk do të thotë se nuk qante. Ai qante shpesh, edhe gjatë leximit të Kuranit. Ai mallëngjeje shumë. Salavatet I dërgonte me shumicë duke I ndjerë dhe me aq dhimbje sa ndonjëherë qante me dënes. Njëherë, duke përmendur namazin e ishrakut, ai foli për rëndësinë e mjaltit. Po diskutohej nëse mjaltin duhet apo jo ta konsumojë ai që vuan nga diabeti. Hazret Mesiu premtuar selam tha, kam vuajtur shumë nga diabeti dhe mjekët ma kishin ndaluar rreptësisht ëmbëlsirën. Mendova se sheqeri I tregut prodhohet shpesh nga njerëz gjunaqar dhe nëse ai dëmton, nuk është ndonjë çudi. Por mjalti përgatitet me frymëzimin e Allahut. Prandaj vetia e tij nuk mund të jetë si e ëmbëlsirave të tjera. Nëse do të ishte si ato, nuk do të thuhej për të shifaul linnas, domethënë shërim për gjithë njerëzimin, por do të thuhej për çdo ëmbëlsi e njëjta gjë. Kjo veçanti tregon për dobinë e mjaltit, me që përgatitja e tij është me frymëzim, bleta që merr nektarin nga lulet sigurisht zgjedh përbërës të dobishëm. Me këtë mendim, përzjeva pak mjalt me kevra dhe e piva. Kevra është një lëng tjetër. Thot, me këtë mendim, përzjeva pak mjalt me kevra dhe e piva. Pas pak kohe ndjeva shumë përmirësim, madje ndjeva veten të aftë ecja e televizja. Më parë kishte pasur dobësi të madhe për shkak të diabetit. Thot, pastaj mora njerëzit e shtëpisë dhe shkova deri në Pemishte dhe atje fala 10 rekate namaz ishraku. Hazret Mufti Muhammad Sadiq Sahibi thot, njëherë ra një tërmet shumë I fortë. Shtëpitë dhe sendet filluan të lëkundeshin, njerëzit u tronditën dhe u friksuan. Në atë kohë, gjendja e Mesiut të Allahut ishte për të parë, sepse në hadithe lexojmë se profeti sallallahu alaihi wasallam në ngjarje qiellore e toksore shfaqte frikë të thellë ndaj Allahut.
Edhe me shfaqjen e një reje të vogël, ai bëhej i shqetësuar, herë dilte jashtë, herë hynte brenda. Ashtu edhe këtu u vërtetua fjala persiane, har ke arif tër est tërsater. Do të thënë, sa më i njohur i Allahut të jetë njeriu, aq më shumë druajtje ka prej tij. Me fillimin e tërmetit, ai u angazhua me familjen dhe fëmijët në lutje para Allahut dhe ra në sejdë. Për një kohë të gjatë qëndruan në qiyam, ruku dhe sejdë. E gjithë familja me shërbyesit duke u dridhur nga frika para madhështisë së Allahut. और अपने रब के आगे सर को सुजूद हुए बहुत देर तक क़याम रुकू और सजदे में सारा कुंबे का कुंबा वमा खुदाम के गिरा रहा और खुदा ताला की बेनियाजी से लर्ज़ां और तरसां रहा. Hazrat Muslim Maudi radhiyallahu anhu duke folur për rëndësinë e namazit me xhamat përmendi: sot njerëzit jetojnë larg dhe e kanë të vështirë të vinë në xhami, prandaj disa e falin namazin në shtëpi veçmas. Ai thot, namazi nuk duhet falur veçmas në shtëpi, por me xhamat. Një mënyrë është që burri të mbledh gruan dhe fëmijët dhe ta fal namazin me xhamat në shtëpi. Ai tha se për shkak të largësive është krijuar zakoni i namazit individual dhe rëndësia e xhamatit është zbehur në zemrat e njerëzve. Prandaj ky zakon duhet braktisur dhe duhet krijuar zakoni i namazit me xhamat. Edhe sot, aty ku ka mangësi, njerëzit duhet të falin namaz me fëmijët në shtëpi, që edhe fëmijët të mësohen me namazin. Hazrat Muslim Maudi dha shembullin e Hazrat Mesiut të premtuar alayhis salam dhe tha se kur nuk mund të shkonte në xhami, e organizonte xhamatin në shtëpi dhe rrallë për shkak të ndonjë detyrimi, falte namaz vetëm. Shpesh e përfshinte edhe nënën tonë dhe anëtarë të tjerë të familjes në xhamat. Hazrat Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah sahibi transmeton, në vitin 1935 shkova në Sialkot dhe atje takova një grua shumë të moshuar, që quhe Mai Hayat Bibi, bi e Fazl Din sahibit dhe nën e Hafiz Muhammad Shafi sahibit, recituesi i Kuranit. Ajo ishte ulur në prag të shtëpisë së saj. Ne nuk e njohëm, por ajo na njohu dhe tha, e jani këtu. Dhe tha asalamu alaikum. Ajo ishte 105 vjeçe në atë kohë. Ajo tregon se në kohën e trazirave, kur u dogjën zyrat dhe gjykatat, ajo ishte e re. Gjatë bisedës tha se e njihte Mirza sahibin, do me thënë, e njihte Mirza Hazrat Mesiun e premtuar alayhis salam, që nga koha kur ai erdhi, thot ajo, për herë të parë në Sialkot dhe punonte atje. Ajo tha se atëherë mosha e tij ishte e tillë që mustaqet sapo i kishin dalë dhe mjekra ende nuk i ishte rritur plotësisht. Pas ardhjes në qytetin Sialkot, Hazrat Mirza sahibi, pra Hazrat Mesiu premtuar alayhis salami, shkoi në shtëpinë e babait tim dhe i tha: "Mia Fazldin sahib, më jepni shtëpinë tuaj tjetër për banim." Babai im hapi derën dhe ai hyri brenda. I sollën ujë, një shtrat dhe një sejade. Babai im solli edhe sendet e tij. Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam kishte zakon që kur kthehe nga gjykata, spari thërriste babain tim dhe me të hynte në shtëpi. Shumicën e kohës e kalonte me babain tim. Ushqimi i tij gatuhej te ne dhe babai im ja çonte. Ai hynte brenda, pra Mesiu premtuar alayhis salam hynte brenda, mbyllte derën dhe në obor lexonte Kur'an. Babai im tregonte se ai duke lexuar Kur'anin ndonjëherë binte në sejdë dhe bënte sejdë të gjata dhe qante aq shumë sa lotët e lagnin tokën.
और यहाँ तक रोते हैं Mai sahibja, pra kjo gruaja e mëshuar, duke folur për Hazrat Mesiun e premtuar selam, disa herë u shpreh, qofsha e flijuar për emrin e tij. आया हूँ आपके नाम पर Këtë dëshmi ajo e dha në praninë të djalit të saj. की मौजूदगी में दिया। और शेख याकूब अली Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahab Irfani ka transmetuar një rrëfim nga Molvi Mir Hasan Sahibi, i cili ishte mësuesi i doktor Allama Iqbalit. Ai tregon, Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam fillimisht banonte me qira në lagjen Kashmirian, në shtëpinë e një kashmirasi me emrin Umra, që ishte shumë afër shtëpisë së këtij mëkatari të varfër, pra ai e përshkruan veten e tij me përulësi. बैठकर खड़े Pra rrëfimtari, kur kthehej nga gjykata, Mesiu premtuar selam merrej me leximin e Kuranit të shenjtë, e lexonte ulur në këmbë dhe duke ecur. Ai qante me zë të lartë dhe shpesh qante me dënes. फिर लिखते हैं कि हस्बी आदत E lexonte me një përulësi dhe përqendrim të tillë sa nuk ia gjej dot shembullin të ngjashëm. Mëtej ai vion. Spes, जैसे हल्का sipas zakonit të kohës, njerëzit që kishin punë me gjykatën vinin tek ai për çështje gjyqësore dhe ndërmjetësime, siç shkohet te zyrtarët me shpresë që çështja e tyre të zgjidhej në favor të tyre. लोग भी आ जाते Kjo është zakoni i njerëzve. Shkojnë për ndërmjetësim tek dikush që punon në gjykatë. Edhe tek ai vinin njerëz. भाई फजलदीन साहब थे Pronari i shtëpisë Umra तौर पर मोहल्ले में इज्जत kishte një vëlla të madh me emrin Fazldin, i cili respektohej në lagje. Njëherë, duke parë njerëzit të ulur pranë tij për çështje gjyqësore, Hazrat Mesiu premtuar selam e thirrri Mia Fazldinin dhe i tha: "Mia Fazldin, shpjegojua këtyre njerëzve që të mos vinë këtu tek unë. As të humbasin kohën e tyre, as të mos më humbasin kohën time. Unë nuk kam mundësi të bëj diçka. Unë nuk jam gjyqtar. Çfarë pune kam lidhur me çështjet e समझाकर निकाल देते। çfarë pune kam lidhur me çështjet e mia e krye në gjykatë?" मुंशी अब्दुल वाहिद साहब Mia Fazldini u shpjegonte njerëzve dhe i largonte. Një munshi jo Ahmedi nga Patiala, साल की उम्र में Zoti Abdul Wahid, përshkruan për leximin e Kuranit të Hazrat Mesiut të premtuar selam, se ai në moshën 14 ose 15 vjeç e lexonte gjithë ditën Kuranin e shenjtë dhe shkruante shënime anash librit. को अपनी बचपन की उम्र से अपने वालिद साहब की जिंदगी में Hazrat Muslim Audi ऐसा तल्ख shkruan për Hazrat Mesiun e premtuar selam duke thënë që nga fëmijëria gjatë jetës së babait të tij Hazrat Mesiu premtuar selam pa një shembull të hidhur nga bota, saqë zemra e tij u ftoh ndaj saj. Edhe kur ishte shumë i vogël, të gjitha dëshirat e tij ishin të përqendruara në kënaqësinë e Allahut. Biografi i tij, Zoti Sheikh Yaqub Ali, shkruan një ngjarje të çuditshme nga fëmijëria e tij. के तहरीर करते हैं। वो लिखते Thot, हैं कि जब kur ishte shumë i vogël, ai i thoshte një vajze moshatare, me të cilën më vonë edhe u martua me të, कि ना मुरादे दुआ कर i thoshte: "Moj, lutju që Allahu të madhurojë namazin." फिक्रे से जो Nga kjo fjali e thënë në moshë shumë të vogël kuptohet se çfarë ndjenjash valzonin në zemrën e tij dhe si qendra e dëshirave të tij ishte vetëm Allahu. किस तरह खुदा ही की खुदा Njëkohësisht, kjo tregon खुदा ही खुदा हो रहा edhe mençurinë e tij që nga fëmijëria, sepse nga kjo fjali kuptohet se ai e shihte Allahun si përmbushësin e të gjitha dëshirave भी आप तमाम dhe e dinte se mundësia për të bërë ibadet varet prej Allahut. और इबादत की तौफीक का देना भी इसी पर Të dëshirosh namazin, ta dish se vetëm Allahu e jep këtë mundësi dhe ta thuash këtë कोई जानना në një shtëpi ku të mëdhenjt e të vegjlit e kishin bërë botën si zot të tyre, ना खुदा समझ रहे është diçka që mund të dalë vetëm nga një zemër e pastër nga ndotja e botës dhe e përkrahur nga Allahu और दुनिया में për të sjellë një ndryshim të madh në botë. खुदा ताला से तायद याफ्ता हो नहीं निकल सकता। Hazret Mufti Muhammad Sadiq Sahibi tregon se Hazret Mesiu i premtuar alayhis salam ka thënë që nga fëmijëria jam mësuar me agjërim. मैंने रोजा रखा Njëherë në fëmijëri mbajta agjërim dhe usëmura, por më pas mbajta 29 agjërime të plota dhe nuk pata vështirësi. Kjo për mua ishte një bajram gëzimi. खास बरकत होते हैं। Agjërimi ka bekime të veçanta, si çdo frut ka shije të veçantë, ashtu çdo ibadet ka kënaqësi të veçantë. Në këto adhurime ka shpirtëri, ka përshpirtshmëri që njeriu nuk mund ta përshkruaj. हो जाती है Nëse ka dëshirë të zjarrt, dhimbje dhe vështirësitë paksohen. ठीक होकर Duhet që në adhurim shpirti i njeriu të bëhet shumë i hollë dhe si ujë të rrjedh e të bashkohet me Allahun. प्यार के वालिद
lideri i njohur Zafar Ali Khan sahibi, babai i tij Molvi Sirajuddin sahib, duke folur për periudhën e qëndrimit të Hazret Mesiut të premtuar Islam në qytetin Sialkot shkruan: në vitin 1877 patëm nderin të ishim mysafir një natë në Kadian. Edhe në ato ditë Mesiu premtuar alayhis salam ishte aq i zhytur në ibadet dhe në virde se sa me mysafirët fliste pak. Hazret Mirza Bashir Ahmed sahibi transmeton një rrëfim tjetër. Hazret Bhai Abdurrahman sahib Kadiani tregon se një ditë para Bajramit të Kurbanit të vitit 1900, që ishte dita e haxhit, Hazret Mesiu premtuar i tha Hazret Molvi Nuruddin sahibit, pra Hazret Kalifit të parë, i tha se dëshiron të kaloj atë ditë në lutje të veçanta, prandaj kushdo që dëshiron të bëj kërkesë për lutje, ti dërgoj emrat dhe një listë. Atë ditë, nëpërmjet Hazret Molvi Nuruddin sahibit, arritën shumë kërkesa për lutje dhe disa njerëz i dërguan edhe drejt për drejt Mesiut premtuar Islam. Meqenëse atko për Bajram vinin edhe shumë miq dhe nga vendet e tjera për të falur namazin dhe për të takuar Hazret Mesiun e premtuar Islam, edhe ata u bashkuan në këtë nxitje që e organizoi Zoti i Madh. Ajo ditë në Kadian kaloi me lutje të veçanta, me përgjërime të jashtëzakonshme dhe me bekime të mëdha. Hazret Mesiu premtuar Islam, duke përshkruar gjendjen e tij ndaj namazit me xhamat, tha në një mbledhje: edhe sot nuk jam mirë nga koka, kam marramendje. Pra e kishte këtë vështirësi Mesiu premtuar Islam. Kur vjen koha, thot, kur vjen koha e namazit me xhamat, më shkon mendja se të gjithë do të jenë në xhamat dhe unë nuk do të jem. Kjo më pikëllon. Prandaj, edhe me vështirësi, duke u ngritur e duke rënë, erdha në xhami. Duke u përpjekur, arri në xhami. Pra kështu i ndodhte shumë herë, siç i ndodhi atë ditë. Edhe në ditët e sëmundjes përpiqej ta falte namazin me xhamat. Hazret Molvi Abdul Karim sahibi nga Sialkoti thot: vendi i takimit me Hazret Mesiun e premtuar alayhis salam zakonisht ishte xhamia. Nëse nuk ishte i sëmur, i falte rregullisht 5 namazet me xhamat dhe e theksonte shumë rëndësinë e namazit me xhamat. Shpesh thoshte: asgjë nuk më pikullon më shumë se sa mosfalja e namazit me xhamat. Molvi sahibi më tej shkruan: mbaj mend se në kohët kur kishte pak vizitor, ai shprehte dëshirë të madhe që të kishte një xhamat të vetin për të falur 5 kohët bashk. Ai thoshte se është i angazhuar në lutje dhe shpreson se Allahu do ta pranojë. Kur Molvi sahib e shkroi këtë, tha se me bekimin e Allahut numri i namaztarëve ishte 80 ose 90. Sot me bekimin e Allahut në çdo vend kemi xhami, prandaj duhet përpiqemi të gjallërojmë xhamit tona dhe ta falim çdo namaz me xhamat. Molvi sahibi më tej shkruan se pas faljes së farzit, ai shkonte menjëherë në shtëpi, pra Mesiu premtuar Islam shkonte menjëherë në shtëpi dhe merre me shkrim. Pas namazit të akşamit rinte në xhami dhe hante edhe ushqimin me miqt atje. Pas namazit të yatsis sërish shkonte në shtëpi. Hazret Abdul Sattari tregon se para deklaratës së Hazret Mesiut të premtuar alayhis salam, kur ishte ndërtuar xhamia e vogël Mubarak, ai drejtonte namazet e xhamatit, të drekës, të ikindis, të akşamit dhe të yatsis. Ne ishim vetëm 3 veta që faleshim pas tij: Mia Gulab, Abdul Sattar dhe Mia Jan Muhammed ishim xhamatli. Mënyra se si ai e falte namazin më është fiksuar në mendje. Çdo namaz e falte në kohë, e falte me përulësi, thyrje zemre dhe përgjërim, ashtu si një fëmijë që qan para prindërve për të kërkuar diçka.
Një namaz I tillë kishte ndikim shumë të madh në zemrat tona, që faleshim pas tij. Ky ishte mësimi I parë që morëm. Kur ai përfundonte namazin dhe ulej, ne shikonim fytyrën e tij, e cila ishte ndritshme dhe tërhiqte shumë zemrat tona. Pir Sirajul Haq Sahib Numani tregon çfarë namazi të xhenazes falte Hazrat Mesiu premtuar selam. Subhanallah. Sa mbreslënës që namazi I tij dhe sa I përpikt me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Subhanallah. Qindra herë kam pasur rastin ta shoh atë duke falur namazin e xhenazes, qoftë në prani apo në mungesë të xhenazes, dhe të falem pas tij. Një herë Mia Gjan Muhammed Kadiani ndroi jetë. Hazrat Mesiu premtuar shkoi bashkë me xhenazen. I ndjeri ishte ndër ndjekësit e tij të përkushtuar dhe ishte I flijuar për të. Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam gjithashtu e donte shumë Mia Gjan Muhammedin. Edhe kur ishte shumë I zënë, kur ai vinte, pra kur I ndjeri vinte, Mesiu premtuar selam I linte të gjitha punët dhe e takonte. Kur xhenazja arriti në Vareza, Hazrat Mesiu premtuar selam e fali vet namazin e xhenazes si imam. Namazi zgjati aq shumë sa këmbët tona filluan të na dhemnin nga qëndrimi dhe duart nga mbajtja e lidhur. Për të tjerët nuk them dot çfarë përjetuan, por për vetë them se gjendja ime u përkeqësua duke qëndruar në këmbë. Asnjëherë nuk më kishte ndodhur diçka e tillë. Kjo sepse ne ishim mësuar që namazi I xhenazes të përfundonte për 2 minuta. Pastaj erdha në vete dhe kuptova se ky është namazi I vërtet. Pas kësaj u bëra I qëndrueshëm dhe filloi të linte një kënaqësi dhe gëzim I brendshëm në shpirt. Madje dëshiroja që namazi të zgjaste edhe më shumë. Pra, kështu Hazrat Mesiu premtuar selam krijoi dhe të shokët e tij shihen e tillë të namazit saqë edhe ata kanë ndjerë kënaqësinë e tij për të cilën ata edhe dëshmuan. Ai vijon kur përfundoi namazi I xhenazes, Hazrat Mesiu premtuar selam u nis drejt shtëpisë. Një person I tha: "Huzur, namazi zgjati aq shumë se sa ne u lodhëm. Si ka qenë gjendja juaj?" Domethënë edhe ti duhet të jesh I lodhur. Hazrat Mesiu premtuar selam ju përgjigj: "Çfarë lidhje ka me lodhjen? Unë po I lutesha Allahut, po lypja falje për këtë të ndjerë. A lodhet ai që lyp? Ai që lodhet nga të kërkuarit mbetet pa gjë. Ne jemi lypës dhe Zoti është dhënësi. Këtu nuk bëhet fjalë për lodhje. Kur robi ka edhe pak shpresë, nuk largohet prej atje dhe nuk rresht së kërkuari. Kurse shpresat tona që të gjitha janë tek pragu I Allahut të Madhërisëm. Ai është dhuluesi, bujari I gjithëmëshirshëm, mëshirbërësi, më pas është edhe sonduesi dhe I plotfuqishmi. Si mund të imagjinohet lodhja para tij? Tha Mesiu premtuar selam. Allahu na jep edhe neve aftësinë të falim namazet me këtë mendim. Ne kemi bërë bejat ndaj Hazrat Mesiu të premtuar selam me zotimin se do t'i falim namazet sipas urdhrit të Allahut dhe të dërguarit të tij. Do t'i kemi parasysh mirësitë e Allahut dhe namazet t'i falim duke falendëruar atë për to. Allahu na mundsoft ta përmbushim këtë zotim. Pas namazit do të fal 2 xhenaze në mungesë. E para është e nderuara Amatusha Sharif, bashortja e të nderuarit Mahmud Ahmed Bat nga Derianwala, Naroval. Ajo ndroi jetë në moshën 84 vjeçare, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, me bekimin e Zotit. Kishte bërë vasiatin. Ishte vajza e sahabiut të Mesiut të premtuar, Hazrat Maulvi Umar Din nga Shadiwal, distrikt Gujarat. Ai kishte bërë bejatin në dorën e Hazrat Mesiut të premtuar në vitin 1903 gjatë udhëtimit në Xhelëm, bazuar në një ëndër. Ajo la pas bashortin 6 djem, 5 vajza, 1 për embesa. Një nga djemtë e saj, I nderuari Asif Mahmud Bat, është misionar I xhamatit në Dar es Salaam, Tanzani, dhe për shkak të detyrës nuk mundi të marrë pjesë në xhenaze dhe në varrim. Një nga nipërit, Usama Bat, është misionar këtu, po ashtu edhe një nga dhëndurët e saj është misionar I xhamatit. Ka shumë të dedikuar në familjen e saj. I biri Asif Ahmed Bat,
Misionari I xhamatit shkruan se nëna e tij kishte shumë cilësi. ज़िंदानिया में लिखते हैं Më e spikatura ishte lidhja e saj me Allahun. सबसे ज़्यादा Shpesh merrte lajme të vërteta në formë ëndrash që përmbusheshin qartë. करती थी। Kishte dashuri të jashtëzakonshme për Kuranin e shenjtë, कुरान करीम से trashëguar nga babai I saj. Çdo ditë जो उन्हें अपने pas namazit të sabahut u mësonte Kuranin fëmijëve ahmedian dhe jo ahmedian të lagjes. बच्चों और बच्चियों को I pëlqente shumë ta lexonte dhe ta dëgjonte Kuranin. Thot se edhe prej meje, pra misionari në fjalë, thot se edhe prej meje dëgjonte. Dhe nëse ndalesha për ta provuar, ajo vazhdonte me njëherë ajetin e radhës. कि उनको याद है Po thuaj se e kishte mësuar përmend Kuranin. अगले अल्फाज पढ़ जाती थी। कुरान शरीफ तो Thoshte se në moshë të shtyrë gjithçka e kishte harruar, por Kuranin e shenjtë me bekimin e Allahut e mbante mend. से याद है। Kishte lidhje të veçantë me librat e Hazrat Mesiut të premtuar Islam dhe gjithmonë kishte ndonjë libër në lexim. हमेशा कोई ना कोई Po kështu kishte dashuri të madhe për librat Durre Samin, Kalame Mahmud dhe poezinë e Hazrat Kalifit të katërt të xhamatit dhe shumë poezi I dinte përmendsh. Një nga dhëndurët e saj tregon se kur shkoi në Kadian, ajo I tha, कादियान जब गया ec sa më shumë në këmbë atje sepse në këto rrugë ka ecur Hazrat Mesiu I premtuar alayhis salam. अलैहिस्सलाम पे Allahu e mëshiroft dhe I pranoft lutjet अल्लाह इनसे मग़फ़िरत për fëmijët e saj. और इनकी दुआएं इनकी औलाद के हक़ में Gjenazja e dytë është e të nderuarit Sheikh Bashir Ahmed nga Lahore, I cili ndroi jetë në moshën 97 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. वफ़ात पा गए 97 साल की उम्र में। Me bekimin e Allahut kishte bërë vasiatin. Ai la pas 3 djem dhe 5 vajza. Ishte djali më I vogël I Sheikh Muhammad Din Sahibit, Muhtari Am I Sadr Anjuman Ahmediya. Ishte vllai më I vogël I Sheikh Mubarak Ahmed Sahib, ish amir dhe misionar në Afrikën Lindore, Mbretërinë e Bashkuar dhe në Shabat, si dhe I Sheikh Nur Ahmed Sahibit, misionar në vendet arabe. रबिया के छोटे भाई थे। Ishte falës I rregullt I tahajjudit, I përpikt në agjërim dhe namaz, I sjellshëm dhe me moral të lartë, ishte punëtor I sinqert I xhamatit të Lahores. Ishte antar aktiv I Amilas në drejtimin e Chaudhry Asadullah Khan Sahibit dhe Chaudhry Hamid Nasrullah Sahibit. Për më shumë se 20 vjet shërbeu si sadr I lagjes së tij, I kryente punët e xhamatit me përpikëri dhe luajti rol të madh në ndërtimin e xhamisë dhe në blerjen e pronave të tjera të xhamatit. Merrte pjesë me zell në thirrjet financiare dhe I nxiste edhe fëmijët e tij. तहरीकात में बढ़ चढ़कर हिस्सा Kishte lidhje shumë besnike me kalifatin dhe u mësonte këtë edhe fëmijëve dhe të afërmëve. और हमेशा ये तलब निभाया और औलाद और करीबी रिश्ते E kam parë edhe unë që ishte njëri shumë I përulur dhe I sjellshëm me të gjithë. और बड़ी आजिज़ी से Vajza e tij Asifa Saidullah tregon se pas namazit të sabahut lexonte Kuranin me zë të bukur, gjë që ndikoi shumë në edukimin ton. Një tjetër vajzë që jeton këtu thot se kur u martua në Rabva, ai I tha, je me fat që po shkon në qendrën Rabva, Allahu të dhënë aftësinë për t'i edukuar siç duhet fëmijët. और अल्लाह ताला तुम्हें Pra edhe pse ishte biznesmen, nuk fliste për botën, por u mësonte fen fëmijëve, besimin. दुनियादारी Allahu e mëshiroft dhe ja pranoft lutjet për pasardhësit e tij. अल्लाह इनसे मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए और इनकी दुआएं इनके बच्चों के हक़ में पूरी फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر